profesionalizmit lartë të policisë italiane, e cila ka sjell edhe shkëmbimin e informacionit me SPAK-un dhe strukturët shqiptare në kohë reale, duke qenë partner serioz dhe të rëndësishëm struktura e posaçme sipas vlerësimit të palës italiane, që arritën në këtë operacion që kishte ato rezultate që dha. Sekuestrime të parave kesh, sekuestrime të apartamenteve, të lokaleve dhe të një televizioni, por ajo çfarë bën diçka ose vë diçka në diskutim është fakti që këto para kesh përkojnë me parat të cilët janë marrë nga një sekuestrim i një kohe më parë. Dhe ky sekuestrim parave kesh të grupit të Durrësit ka një operacion i bërë më parë, shtohet si shumë 3 milion euro. Cilës thuhet 3 milion euro. Dhe këtu ka dhe disa transferta, të cilët janë kryesisht në model digjitale, sidomos një vlerë për 500.000 eurosh për një pagesë ndaj një dërgese që do të vite nga Amerika e Jugut. Të gjitha këto janë pjesë të asaj dosje, të cilit është bërë dhe shumë e gjerë dhe e gjatë për të lexuar dhe për të njohur nga palë italiane, por nuk kemi një dosje të bërë publike nga struktura e posaçme SPAK. Po habitet nga fakti për grupet kriminale dhe me vitet e eksperiencës që ju keni, normalisht nuk mund shkaktoj habis, apo grupet kriminale më bën përshtypje fakti që pala italiane i quhen mafia shqiptare, kurse pala shqiptare i quhen banda apo grupe. Ka një diferencë shumë madhe midis mafie shqiptare dhe midis grupeve apo bandave që veprojnë në territorin shqiptar. Ko ndoshta për shkak të kodit, të klasifikimit të kodit që nuk e kanë në kodin penal fjalën mafia, dhe si e tillë flet me gjuhën profesionale që i lejon profesioni për ta cilësuar këtë banda dhe jo mafia. Por është mafia sipas Italisë, sepse i ka gjithë ato elementë të cilët klasifikojnë një organizat që të quhet të tillë për shkak të aktivitetit e cila del përtej asaj që ne themi aktiviteti kriminal. Vjen tek mënyra e sjelljes, vjen tek mënyra e organizimit, vjen nga tendencat për të pasur influencë sociale, influencë rajonale, apo influencë tek personalitetet politike, apo të personazheve të cilët janë shërbys publik. Opozita akuzonte që prej disa muajsh në vitet e fundit asnjë kërkesë nuk ishte kapur portin e Durrësit të droge, as nga lindja, as nga perëndimi që mund vinte, pra nga kokaina apo heroin, ndërkohë që nga dosja rezultoi që futej në karrocat e invalidëve, edhe me cilësi shumë të pastër, pra pak edhe e pastër. Shumë gjëra të bëra publike nuk kanë pasur ndoshta transparencën e duhur, edhe kur ato kanë bërë shumë zhurmë dhe kanë qenë një realitet i hidhur. Për shembull, vazhdoj të ri i çuditur me faktin që nuk morëm një përgjigje lidhur me Toyota Yaris. Domethënë, përfunduam tek një prokuror, tek një gjyqtar, përfunduam tek disa individ, të cilët morën ato dënime dhe me dënime shkurtura arritën 2 vjet, 2 vjet e gjysmë. U sekuestrua e para, por nuk morëm një përgjigje me atë sken apo me atë pamje të jo të zakonshme në Parlamentin shqiptar. Zoti Basha akuzonte drejt për drejt duke paralajmëruar që po vite një ngarkesë për zotin Balla, dhe zoti Balla me ato nënqeshjen dhe humorin e tij, dhe pastaj kemi ardhin e prokurorëve belg që marrin pyetje zotin Basha, pyetje ndryshme që kanë bërë, sa kanë qenë të implikuar dhe jo të implikuar, të përdorur apo jo politikisht. Si dhe kanë politikanët të dy palët të akuzuara të thëna apo të përdorura qoftë edhe në një shfaqje në Parlamentin shqiptar. Nuk morëm dot një përgjigje. Si janë apo s'janë, kishin apo s'kishin lidhje. Por kjo pjesë është vetëm një gjë që nuk pati transparencë. Në fakt duhet të ketë një transparencë. Policia italiane ka një perfeksion në mënyrën se si ajo i ka raportuar ato, por edhe transparenca është në politikat e Italisë, që edhe kur bën operacione Guardia di Finanza, antimafia italiane, karabinierët italianë, të gjitha këto përfundojnë me konferenca, ku dalin në uniform dhe japin informacion deri ku mund të jepet sigurisht, po goxha i detajuar për publikun, për median, sepse kështu rrit besueshmërinë e publikut ndaj institucioneve,
të cilët për spakun ka një perceptim të madh publik, por ky duhet të ruajtur, sepse është shumë e rëndësishme, gjë që u vu jo ndyshim, po u vu në diskutim gjatë procesit zgjedhor. Pra u përdor ky reputacion i caktuar, u përdor nga palët në këndvështrime ndryshme, duke e amplifikuar apo duke e përdorur spakun për krimet zgjedhore, për atë mision dhe për atë zhurmë që bërej për kontrollin e procesit zgjedhor. Zoti Stofta, me këtë goditje, a mendoni që ndryshe nga herët e tjera që kemi folur që janë goditur ushtarët, po jo kokat, në këtë rast u godit maja e piramidës, edhe në gjykimin tuaj ju si analizoni këtë grup në Durrës? Nuk ka qenë ndoshta mund të themi i tërhequr, edhe underground, kishte vepronte, pra nuk është ishte i shfaqur shumë për treguar forcën në publik, pra nuk ishte shumë në media. Nuk kemi dëgjuar shumë, domethënë pak. Është dëgjuar pak, por dhe ky klasifikim që këta bën këtë radhë, pra struktura jonë, po dhe struktura italiane, që është një nga grupet më të rrezikshme në Shqipëri. Atëherë kur themi një nga grupet më të rrezikshme, në çfarë kuptim? Në agresivitet, në financë, në organizim, në shtrirje territoriale, në lidhje ndërkombëtare, në lidhje me politikanë lokal dhe politikanë qendror, lidhur me persone të cilët janë të drejtësisë apo jo, lidhur me punonjës të policisë shtetit apo të shërbimit informativ. Këto u minimizuan dhe u tha që të paktën deri tani, zoti Marën mos gaboj, tha që nuk rezultojnë lidhje me punonjës të drejtësisë. Ka vetëm 2 punonjës të policisë, të cilët ishin të implikuar dhe aktor apo faktor në këtë grup, dhe nuk pam lidhje tjera. Pam vetëm një informacion se si ata kishin detaje lidhur me lëvizjet, me parat, mënyrën se si ata bënin shitje, dërgesat, mënyrën se si blinin këto drejt për drejt nga Amerika e Jugut, dhe se si i shpërndanin grupeve të vogla në territor dhe dalje dhe shitje e tyre me pakicë në disa zona përreth Puljas dhe deri në zonën e Pomecës, që është Roma, dhe drejt të Italisë Veriut dhe kryesisht Veriut të Europës, ku flasim Hollanda, Gjermania dhe këto vende të tjera. Dhe parat në mënyrën si vinin, pra 6 shoferë që ishë përfshirë, një agjensi imobiliare për pasim e parave dhe një agjensi e linjës të autobusave, të cilët i përdornin format e tyre si korrier për marrjen dhe sjelljen e monedhës në territorin shqiptar. Po si pasurin këto para? Janë marrë ato me ndërtim. Kanë marrë leje apo s'kanë marrë leje? Kush ja ka dhënë? Kanë pasur lidhje me politikën, janë përfshirë në politikë. A ka hetime që ata mund të kenë ndikuar, sikurse ishte për t'u hetuar gjatë kësaj periudhe të 2000 të zgjedhjeve të 11 majit? A janë përfshirë ata në proces